Me fillimin e muajit begat Ramazanit, besimtarët e xhamisë Abu Bekër u solidarizuan dhe mblodhën disa fonde modest për të ardhur në ndihmë njerëzve të cilët janë në nevojë. Dhe vendosëm në një furrë buke këtu në qytet që çdo njeri i cili e ndjen veten që është nevojtar, pavarësisht besimit të tij, të shkojë dhe të paraqitet te kjo furrë për të marrë pjesën e tij ditore. Dhe kjo ka qenë një nga nismat më të bukura të këtij muaji të begat të Ramazanit. Ne kemi një shprehje të bukur në fenë islame, të cilën i dërguari i Zotit na ka mësuar dhe na ka thënë që muaji i Ramazanit është muaj i cili vjen me mirësi dhe me begati. Edhe falenderojmë Zotin e Lartësuar i cili na mundësoi që të bëjmë një aktivitet të kësaj forme për të ardhur në ndihmë qytetarëve tanë. Tua lehtësojmë sadopak atë barrën e varfërisë dhe të jemi sadopak në ndihmën e tyre. Dhe kjo nismë vazhdon deri në fund të Ramazanit. Unë nis me pak dhe tani ka shkuar deri mbi 80 bukë në ditë në varësi të kërkesave të njerëzve të cilët janë në nevojë. Nuk të vjen më në të... Okay.